Të dashur miqtë e mi që jeni këtu, të nderuar organizator Eduard Çekrezi, miku im Eduard Çaça, Shkëlqim Hoxha, miku i Kavajës Fatmir Mediu, Gzim Guga, miku i Partisë Demokratike Kris Lasivita, i nderuar shumë lideri jon historik, profesor doktor Sali Berisha. Ëmbëlsirën për fund të nderuar kavajësit e mi që jeni këtu me shpirt dhe me zemër. Shqipëria dhe diaspora janë një trup i vetëm, një shpirt i ndarë në dy brigje, por gjithmonë i lidhur fort. Sot duhet flas si një shqiptar që ndjen mall për ju, si një shqiptar që ndjen respekt dhe krenari për ju. Sot këtu në Breshja zemrat tona rrahen një lloj, si në Tiranë, si në Durrës, si në Shkodër, si në Elbasan, si në Lezhë, si në Vlorë, po si në Kavaj. Dhe ky është një moment që prek zemrën, sepse nuk jemi thjesht një grup njerëzish që flasim për të njëjtën gjuhë. Jemi një familje, jemi një kombë. Në çdo cep të Italisë, diaspora shqiptare ka treguar se çfarë do të thotë të jesh punëtor i ndershëm, të jesh i talentuar, të jesh me dinjitet, me integritet dhe të jesh krenar para vetes, para njerëzve dhe para Zotit. Ju i keni mbajtur kokën lart Shqipërisë, keni ngritur emrin e vendit tonë, keni mbajtur gjallë gjuhën, traditën, besimin në Zot, dashurinë për flamurin kuqezi, zemrat tuaja dhe në zemrat e fëmijëve tuaj të lindur në Itali. Vëllezër dhe motra, e vërteta e thjesht është se përtej fasadës, shteti shqiptar i ka lënë jetim bijat dhe bijt e vet përtej kufive. Asnjë vëmendje, asnjë shërbim, asnjë drejtë e garantuar. Drama e ikjes sot nuk është një statistik, nuk është më një fjalë e rëndë, por është një realitet që shikohet në sytë e lirë. Janë rrugët bosh në Shqipëri, janë klasat pa nxënës, janë shtëpit ku mungon zëri të rive, janë nënat që presin dhe bitë që s'kthehen më. Është dhimbja që të ul kokën dhe duhet i ul kokën çdo qeveritari me minimumin e përgjegjësisë. Dua t'ju them që Shqipëria ka nevojë për ju, ka nevojë për mendjen tuaj, për përvojën tuaj, për vizionin tuaj, për dashurinë tuaj. Shqipëria nuk mund të ndërtohet pa ju. Shqipëria nuk mund të ecë përpara pa ndihmën e juaj. Kemi nevojë për t'i dhënë një dorë vendit tonë të ecë përpara, jo si të ftuar, por si pronar të vërtetë të tokës shqiptare. Sepse Shqipëria është edhe e juaja, është e fëmijëve tuaj, është e brezave që duam të rriten me kanarinë e të qenit shqiptar. Shqipëria nuk është e ordinerëve e hajdutëve, e që duan të shpopullojnë vendin dhe të zhvasin pronët dhe identitetin e shqiptarëve. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria me zy u pret dhe zgjedhet e 11 majt për të hapur një kapitull të ri të gjithë bashkë siç jemi këtu. Të nderuar miqtë e mi. Unë sot jam këtu si kryetari i Bashkisë Kavaj dhe drejtuesi politik i zonës Kavajës. Dhe këtë rast më lejon të përcjell një përshëndetje nga thellësia e zemrës për komunitetin Kavajës në Itali, pa të cilin fitoria ime ishte e pamundur. Faleminderit për jetë. Partia Demokratike nuk është thjesht një parti politike. Ajo është një ideal, një lëvizje që lindi nga etja për liri dhe dinjitet. Partia Demokratike është institucioni i rotacionit dhe ndryshimeve historike në vend. Kushdo që e mbështet atë, kushdo që është pranë saj, duhet ndjek krenari, sepse është ana e drejtë e historisë. Ne jemi partia e ndryshimit, partia e shpresës, partia e njerëzve të lirë. Jemi forca që beson tek puna, tek nderi, tek familja, tek tradita tona të vyra, Shqipëria europiane dhe mbi të gjitha tek aftësia me hallet dhe problemet e përditshme të çdo shqiptari. Nga ana tjetër, kundërshtarët tanë nuk kanë asgjë për të ofruar. Alternativa tyre është braktisja, arroganca, shpërfillja dhe babëzia. Ndaj, të dashur miq, ndihuni krenar që jemi sot këtu. Vota e për numrin 1 nuk është vetëm një votë, është një deklarat pro Shqipërisë dhe shqiptarisë. Bashkohuni me Partinë Demokratike, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Partia Demokratike është partia e qytetarëve, e shqiptarëve të lirë që e duan Shqipërinë. Me zemër dhe ne besojmë se diaspora është forca e madhe e kombit tonë. Votoni numrin 1 për të kthyer vendin tonë në rrugën e shpresës dhe të zhvillimit. Le të bëhemi bashkë me 11 maj. Le të
le të zgjojmë shpresën, le të kthejmë Shqipërinë në shtëpinë që na pret me dyert të hapura. Le ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë tonë të bekuar shqiptarëve. Zoti ju bekoft ju, votoni numri 1, profesor doktor Sali Berisha, kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Fitore, fitore, fitore.